Ndryshimi i fuqisë, formësimi i mirëqenies ishte tema kryesore e forumit të dialogut global këtu në Berlin, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama si i ftuar special. Kreu i qeverisë foli për integrimin e Shqipërisë dhe tha se synimi për të qenë pjesë e Unionit deri në vitin 2030 nuk është një dëshirë, por agjende dakordsuar me BE-n. Objektivi për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian në vitin 2030 është i bazuar në fakte dhe nuk është një dëshirë. Ne duhet që të vazhdojmë nga tani deri në 2027 për të mbyllur kapitujt. Është vërtet sfidë e madhe. Jemi kërthiza e Bashkimit Evropian. Unë besoj fort që është BE që ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, po aq sa kemi ne nevojë për BE-n. Ministre e Inteligjencës Artificiale Djella ishte prezente në forum dhe theksoi se qeverisja inteligjente nuk ka për qëllim të zëvendësojë njerëzit, por të forcojë kapacitetet e tyre për të shërbyer më mirë qytetarëve. Planifikoj që ta revolucionalizoj qeverinë. Misioni im është që të transformoj vendimarrjen fuqizuar nga të dhënat. Çdo ministri do të ketë ekipe të trajnuara. Prokurime dhe taksimi do të lëvizin më shumë ndaj letrave dhe do të shkurtohen procedurat. Teknologjia nuk fshin traditën. Kryeministri Rama publikisht lajmëroi se ministrja Djella është shtatzan. Po ndaj këtu me ju për herë të parë. Djella është shtatzan dhe pret 83 fëmijë, secili që do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë dhe do të shërbejë si asistent për ta, që do të marrin pjesë në seancat parlamentare. Teksa shpjegoi momentin viral në komitetin politik me presidentin Macron dhe presidentin e Azerbajxhanit, Rama tha se Zoti e shpëtoi Donald Trump që të zgjojë Europën. Kjo shaka miqësore u bë virale në Evropë, është argëtuese, por që në SBA u përdor për të sulmuar presidentin. Ishte diçka që më mërziti shumë, sepse demokratët e përdorën atë. Ata kanë humbur realitetin. I jap merit presidentit Trump që e ka detyruar Evropën të zgjohet.